Me që e përmene harmoninë, se po du më naltë që kjo pjesë. Si është harmonia, sepse kam pa edhe në disa video, TikTok, a është të vërtet që kjo pjesa duhet me qenë baraz me këtë pjesën dhe me këtë pjesën? Po, aty kur të banë matjet, zakonisht në pjesën vertikale, pacient zakonisht të bëkon tip 3 pjesë barabarte. Pjesa pej më rënës fundës të via flokët e barabart, me pjesën e rënës të edhe pjesa tjetër. Kjo pjesa poshtë, shpesh neve nga zvoglohet me kalimin e moshës, ose në raportet, se këtu janë patologji që ose lindin, janë trashëguese, ose fitohen. Nëse janë vija trashëguese dihet, kurse nëse fitohen, për shembull janë disa arsye pse fitohen, ose disa lindje me një gëlltitin, ai thojmë, infantile, e fëmijë që me gjumë i shtyjnë dhëmbët dhe shregullon këtë raport deri në flor, ose mbajtja gishtit, ose biberonit, ose diçka tjetër që mbajnë kohë gjatë, edhe ky raport deri në flor ndryshon, edhe prishet kjo harmoni, pak a shumë, edhe duhet një fytyrë gjatë, një fytyrë me kandet. Pastaj fytyra ka shumë matje. Aq shumë ka matje, thoshte do të bëkon një gjë, si më thoni architekt i fytyrës me pak fjalë. Ka shumë kande, ka shumë matje, ka shumë vija, ka shumë paralele, po e keni vërejt kanë njerëz që thonë me e me këshyrë një person, ka një pjesë, ose vish syt, ose vish hunës, nuk i ka të mira. Po kështu duket, komplet. Se me gjithat prap është harmonia e që i mbulon të gjitha.